3 shtëpi identike me ngjyrë të verdhë. Por sot ne do të futemi vetëm në njërin prej tyre. Vetëm kjo shtëpi e stilit barok ka 1500 metra katror. Me të hyrë në këtë shtëpi do të hasësh në dhomën e ditës, e cila është rreth 500 metra katror dhe përbëhet prej 3 niveleve. Pjesa e parë, e cila është e dedikuar për momentet familjare, me që rast do të mund të argëtohen duke shikuar televizionin. Pjesa e dytë është pjesa e relaksit. Ndërsa pjesa e tretë është e dedikuar për mysafirë. I gjithë interieri i kësaj shtëpie është spanjoll, italian, grek e persian. Të gjitha mobiljet në këtë shtëpi janë të veshura me 24 karata ari, që gjithsej përbëjnë 3.6 kg. Kryesisht të punuara nga Ezio Belloti, firmë kjo e njohur italiane. Këtu kemi përdor, me thonë, stilin barok kryesisht. Këto shtyllat kanë një dizajn të Korinthi që është marrë. Gjithçka prej mobiljeve është e prodhuar prej Ezio Bellotit, i cili është kompania më e madhe dhe më e shtrenjtë në botë për prodhimin e këtyne. Gjithçka është e flakruar me nar gjithashtu. Mermeri që është përdorur më rënë është një ivory brown që është përpunuar me gjithashtu në Itali. Në këtë ambient madhështor është edhe një orë e stilit barok, por që ka një rëndësi të veçantë për pronarin e kësaj shtëpie. Kur është bë porosia për këtë orë, ka ndosh më mundu me paraqit diçka tradicionale dhe sipas prodhuesit ka paraqit mbretëreshën Ilire edhe mbretërinë Ilire gjithashtu, të pas parasysh prej disa fotografive cilët ato janë mundu me i shpjegoj dhe me i paraqit. Për mu është shumë e veçantë, me thonë, për krejti ambientit është diçka që mu ma shumë tim, fjalla që ma shumë tim për që dhe me thonë shumë për mu. Në këtë shtëpi investimet nuk mund të llogariten, mirë po vetëm ky abazhur, sipas hulumtimeve të cilat i kemi bërë, kushton hiç më pak se 120.000 euro, ndërsa abazhur të tillë janë disasosh në këtë shtëpi. Të gjitha abazhurët në këtë shtëpi janë të firmës Mini Luce, të punuar me Swarovski, ndërsa në përgjithësi në këtë shtëpi janë hiç më pak se 350 kg Swarovski, kryesisht në abazhur. Në bibliotekën e tij me një stil mbretëror, të gjitha mobiljet, përveç veçantisë së punimit në art, janë të punuara edhe me drujnë rreth 70 vjet të vjetër. Këtu kryesisht e kemi përdorur një stil barok, ishte punë drunit, një ambient që jemi mundu me dhënë kuptimin e ngrohtësisë dhe që me kalimin e kohës mos tjetë ambient depresiv dhe mos jetë një ambient që mas një kohës, një farë mënyrë dhe krijon një lloj stresin. Edhe elementet në kuzhinë, pjatat e gotat janë të firmave të njohura botërore. Kjo është e linjës ekskluzive, të cilat
bëhen manualisht edhe fryen me gojë dhe jepet kjo formë. Ndërsa në kuzhinë, gjitha pajisjet janë kalle, është gjithashtu një kompani gjermane, e cila ka vënë parë në botë dhe detalet janë punuar me ari. Ndërsa dizajni i dyerve dritareve, shkallëve e shumë elementeve të tjera është Versace. Të gjitha perdet e shtëpisë janë italiane, perde këto të cilat kanë qenë ekskluzive për dumën ruse. Mirë po licencën për t'i përdorur në këtë shtëpi dhe kanë marrë me arsyeën e vetme që kjo shtëpi nuk është ndonjë institucion publik. Në katin e dytë të kësaj shtëpie janë dhomat e gjumit, ndërsa të tilla në këtë shtëpi janë 6. Të gjitha dhomat në këtë shtëpi janë të stilit apartment. Dhoma më e madhe në këtë shtëpi është 160 metra katror, në përbërje të secilës janë edhe 2 garderoba dhe banjo. Garnitura e të gjitha dhomave është e firmës së njohur italiane Laura Biagiotti, ndërsa shtrati i kësaj dhome është më i madh se shtretrit e zakonshëm, bëhet fjalë për king size. Dhoma është e krijuar në një hapësim prej 106 metra katror, ku ka një banjo me jacuzzi dhe me gjitha elementet tjera, ka 2 garderoba për mashkullin edhe për femrën gjithashtu. Swarovski që është përdorur këtu është një Swarovski i kuq, që është pak më i veçantë. Mirë po disa nga dhomat kanë edhe një përparësi, pamjen e bukur në oborrin e kësaj shtëpie me arkitekturë madhështore. Edhe pikturat e përbën një element të rëndësishëm në dekorimin e kësaj shtëpie. Mirë po nga pikturat e shumta që ndodhen në këtë shtëpi, për pronarin e kësaj shtëpie njëra është më e veçanta. Kjo pjesa këtu është pjesa e preferume imja, është e pikturume përballë derës së dhomës fjetjes, se çdo mëngjes sa herë që dal është një inspirim për mua, për punën që bëj, për gjithçka, të mos harru traditën, të mos harru stërgjyshrit tanë, të mos harru të kalumen. Në të gjithë shtëpinë janë gjithsej 10 banjo. Ekspertët e kësaj lëmie konsiderojnë se pllakat janë ideale për të mbuluar çdo sipërfaqe të saj, madje edhe banakët të cilët instalojnë lavamanin apo aksesorët tjerë të nevojshëm. Duket se këtë e ka pasur parasysh edhe pronari i kësaj shtëpie, i cili përveç vendosjes së tyre në mënyrën e duhur, i ka kushtuar rëndësi edhe kualitetit. Të gjitha pllakat e banjove në këtë shtëpi janë të firmës së njohur spanjolle, Porcelanosa. Ndërsa në katin e tretë të shtëpisë është ambienti i fëmijëve, i cili është dizajnuar me kujdes, që atyre t'u krijohet një ambient më relaksues dhe privat. Para se të dalim jashtë, në katin përdes të kësaj shtëpie është edhe hapësira për spa and fitness, e cila përveç pishinës dhe elementeve të tjera të fitnessit përmban edhe sauna. Kjo pjesë, e cila është shumë e rëndësishme për pronarin njusaj, përbën rreth 350 metra katror. Ndërsa jashtë ka një obor me sipërfaqe rreth 20 ari, ndërsa përveç pjesës para shtëpisë ka edhe një hapësirë të konsiderueshme prapa saj, në mënyrë që gjithçka të jetë sa më private. Në këtë ambient veror, përveç pushimoreve e kuzhinave verore, është edhe një ujvar, e cila gjatë verës është funksionale dhe bashkë me gjelbrimin që bëhet gjatë verës, i japi një pamje të jashtëzakonshme banorëve të kësaj shtëpie. Edhe diçka për fund, siguria në këto shtëpi është maksimale. Ajo tërësisht është e monitoruar me kamera dhe të gjitha dritaret e saj janë të blinduara.